Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin Mushtisht të Suharekës, ku një burr ka humbur jetën në rrethana të papritura brenda shtëpisë së tij. Ngjarja ka ndodhur më 20 prill 2026, rreth orës 12:20. Siç mësohet, viktima është BH, i cili ndodhej në rreth familjar duke ngrënë drek, kur në një moment i është përkeqësuar gjendja shëndetësore dhe ka humbur vedijen. Familjarët kanë reaguar menjëherë, duke tentuar të japin ndihmën e parë, ndërsa më pas e kanë transportuar me urgjencë në CKMF në Suharek. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve, mjeku kujdestar në ora 12:50 ka konstatuar vdekjen. Sipas vlerësimeve fillestare mjekësore, ekziston dyshimi se vdekja mund të jetë shkaktuar nga bllokimi i rrugëve të frymarrjes nga ushqimi. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore, ndërsa rasti është trajtuar në koordinim me prokurorin kujdestar. Me urdhër të prokurorisë themelore në Prizren, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ku do t'i nënshtrohet obduksionit për të përcaktuar sakt shkakun e vdekjes. Rasti është iniciuar si hetim i vdekjes, ndërsa hetimet janë në zhvillim.